Këngëtarja kolumbiane Shakira publikoi hitin e saj më të ri Addicted to You. 35 vjeçaria u shfaq me një luk të ri me flokë të shkurtra ndryshe nga çemi mësuar ta shohim, ndërsa pjesë e videos ishin edhe disa skena sensuale, ku ajo bënte banjë në një vask me avull. Pas publikimit në internet, artistja shkroi në Twitter: "Jam e lumtur që u ka pëlqyer videoja ime e re." Kënga është hiti i pestë i shkëputur nga albumi i saj në spanjisht Sale el Sol, i cili u publikua fillimisht tetorin e vitit 2010. Një yll më shumë në bulevardin e yjeve të famshëm në Hollywood. Ai përket aktores 27 vjeçare Scarlett Johansson, e cila kishte veshur gjatë ceremonisë një fustan që i tregonte forma trupore. Ylli i filmit Lost in Translation kishte zgjedhur një model të vjetër stilimi flokësh dhe një të kuq të ndezur për buzët. Ajo pozoi pranë yllit në Walk of Fame dhe përshëndeti fansat. Scarlett u ngjit më pas në sken për të falendëruar familjen, miqt, fansat dhe kolegët. Edhe miku i saj Jeremy Renner mbajti një fjalim në këtë ceremoni. Përveç pjesëmarrjes në filmin Avengers, aktoria do të interpretojë edhe një nga rolet më të famshëm të Elizabeth Taylor. Lady Gaga i ka dhënë fund lidhjes me të dashurin Taylor Kinney. Ylli i popit dhe i dashuri 30 vjeçar që luan në filmin Vampire Diaries vendosën të ndahen, tha një burim për revistën US Weekly, që sqaroi se 26 vjeçaria do të jetë në turne non-stop deri vitin e ardhshëm dhe gjatë kësaj kohe nuk mund të vazhdojë të ketë edhe një marrëdhënie. Lady Gaga do të jetë e zënë edhe me regjistrimin e albumit të ardhshëm dhe nuk do të ketë kohë për një lidhje me kaq shumë punë. Burimi shtoi se lidhja e tyre 10 mujore nuk ishte e destinuar të përfundonte në altar, pasi Taylor i kushtonte më shumë rëndësi vetes dhe nuk jepej plotësisht pas Lady Gaga. Cameron Diaz ka shpjeguar se ndryshimi i lukut dhe prerja e flokëve ishte një gabim. E ftuar në talk show-n e Jay Leno, aktoria rrëfeu se kishte shpërthyer në lot pasi një mike ja kishte prerë aksidentalisht flokët, pasi i preferonte flokët e saj të verdhë të gjatë. Ngjarja kishte ndodhur dhjetorin e kaluar dhe për këtë ajo kishte thërritur aq shumë, saqë parukierja ishte frikësuar dhe kishte nisur të qante. Diaz, që momentalisht është single, tha se priste me padurim të mbushte të 40-at.